Ata e din shumë mirë që kryetari formal i listës serbe është kryeterroristi Milan Radojčić. Unë mendoj që edhe partnerët tanë ndërkombëtar, me të cilin natyrisht që kemi komunikime të vazhdueshme, edhe ata e din se kush është lista serbe. Dhe mendoj që pikërisht duke, si me thonë, u përpjekur me çdo kusht që lista serbe të konsiderohet si një subjekt demokratike, si një subjekt normal në Republikën e Kosovës, unë mendoj që po e mbysim pluralizmin brenda vetë subjekteve tjera serbe, do me thonë që përfaqësojnë komunitetin serb. Që partnerët tanë ndërkombëtar e din shumë mirë se cilat janë arsyet, pra ata kanë edhe dokumentet mjaftueshme që ndërlidhen me listën serbe. Po ashtu ata e din shumë mirë që kryetari formal i listës serbe është kryeterroristi Milan Radojčić. Natyrisht që ne kemi pritur që qëndrimet tona të kenë mirë kuptim, por megjithatë kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet ta mbrojmë, si me thënë, pozicionin tonë, pa ndonjë kosto. Për shkak se ne raportet përpiqemi me i fuqizu ato, do të thënë që të angazhohemi maksimalisht që ti fuqizojmë raportet tona. Mendoj që qëndrimet ndryshe janë shumë normale në një vend si Kosova, që është një vend demokratik. Ne asnjë veprim nuk e kemi bërë në mënyrë tinzare.